Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që ndodhin në jetën e artistëve. Do ndalojmë tek Jozi dhe tek Loredana, dy protagonistë, dy banor të Big Brother VIP Albania 4, shumë të komentuar në fakt në median Ros për jetën e tyre, për marrëdhënien e tyre, për dashurinë e tyre. Si ka vazhduar ajo përtej mureve të asaj shtëpie, a ka diçka mes tyre apo po krijohet një diçka e re? Në fakt, shqiptarët dëshironin që mes Jozit edhe Loredanës të ndodh një dashuri, të ndodh një lidhje, por fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi dhe Loredana përfundimisht në Instagramin e saj tashmë është parë në një Reels apo një video që ka nxjerrur Loredana, ka hequr unazën nga gishti i dorës. Loredana ka hequr unazën, Jozi vazhdon të ndjekën rrugtimin e tij, do me thënë kjo marrëdhënia mes Jozit edhe Loredanës, siç duket tashmë, ka marrë fund gjithçka dhe janë të hapur për të krijuar lidhje të reja, dashurie. Unë do të shfaq një fotografi të Loredanës, një video në fakt Loredanës dhe një fotografi të Jozit. Loredana duket shumë në formë, duke i shumë e bukur edhe tepër tërheqëse edhe në Miss Univers Albania and Kosovo, e cila u mbajt në Shqipëri. Loredana ishte tepër e ëmbël, do me thënë e ka qetësuar veten, ka bërë atë, le të themi, ka bërë paqen me vete, njëkohësisht edhe Jozi, i cili ka shkruar një thënie që thot mos si dëgjo të tjerët, por dëgjo zemrën tënde, duke drejtuar gishtin lart që simbolizon, do me thënë drejtuar gishtin drejt të Zotit, drejt krijuesit të universit. Do me thënë Jozi tashmë ka gjetur paqen me veten dhe po vazhdon fuqishëm për të punuar projekte, për të sjellur projekte, për të ngritur në këmbë punën, profesionin e tij, njëkohësisht të njëjtën gjë, siç duket po bën edhe Loredana, që po ndeshet në rrugën e saj drejt artit, do të shndrohet ndoshta në ndonjë modele shumë të famshme tashmë tek shqiptarët. Por e veçanta e kësaj videos, pse përzgjodha që të komentoj këto të dy, e veçanta e kësaj videos është që Loredana ka hequr unazën e martesës, edhe pse në një intervistë në Top Channel, konkretisht te Sidorela Gjoni, Loredana Brati tha që unë do të mbaj unazën sepse unaza simbolizon vendimin tim, simbolizon Loredanën, por siç duket Loredana ka përzgjedhur që tashmë ta heq sepse ajo unaza po i qëndronte kot në gisht, do me thënë këtu ne kuptojmë që nuk ka patur një shkrim nga Jozi, nuk ka patur një tentativë për të lidhur Loredana dhe Jozi më shumë se kaq, dhe nuk ka patur një marrëdhënie që do të vazhdonte. Siç duket Jozi pas përfundimit të Big Brotherit, në formën se si ai preferoi ta mbyllën Big Brotherin e tij, Jozi ka vazhduar me këngët e tij, ka vazhduar me projektet e tija. Tashmë do të presim një projekt që do vinë në skenë, domethënë nuk është marrë fare me Loredanën, ndoshta i ka ngel edhe i çik hatri se Loredana e mbështeti gjestin shumë dhe ishte sikur një goditje me thik pas shpine për Jozin, ndërsa nga ana e Loredanës, dhe Loredana ka vendosur të vazhdon me sukseset e saj, ka vendosur të vazhdon me profesionin e saj dhe për të kuptuar se çfarë do të ndodh me këtë çift. Ne do vazhdojmë sërish të takohemi së bashku në kanalin Monitor TV, ju na ndiqni me subscribe për video të radhës.